nën dhe vjen të na tregoj të gjithë rrëfimin e saj. Le ta presim Erza Rudakun. Se erdhe dashur, knaqësime të vit. Faleminderit që je këtu. Hajde, mu bashko. Ne kemi bu 2 janë të zeza. Ullu rehato ju. Nuk e di ti me muajin Ramazanit, a je me agjerim? Jo, Bajram. Okej. Sepse zakonisht ata mysafir që vinë këtë periudhë, ju shërbej gjithmonë janë hurmet edhe uje, po gjithsesi ti mundesh edhe nëse nuk e qenë me agjerim. Po ju tregoja shikuesve për ty një emën që ata e njohin, e din, por në fakt kohëve të fundit munden edhe mos me ditë përpos ata që shohin shfaqjet, shohin serialet, sepse angazhimi i fundit ka të bëj me botën e aktrimit, pra studimet tua në degën e aktrimit. Si erdhe deri këtu, çysh e vendose? Ka qenë e vendos kjo, si po nuk janë kanë në mundësit me u realizu edhe pse jo e kom realizu nashta pak si vonë, po e kom që ondrën dhe i në fund, me thonë drejtën. Një në kondo sfida gogjatrona, po prap se prap i kom arrit ato gjona që unë i du, edhe faktikisht jam të gjithë në aktrimin, a? Prej vogël. Edhe thjesht jam të punu, nuk jam hala aty ku në du me u kanë, po me kalimin e kohës, besoj që qka ka më shku. Qish po të duken këto pjesa studimeve? Një ëndër që e ke pas ka herë, tash vjen momenti që ta përjetosh edhe atë në mënyrën edhe në rrugën e profesionistëve. Pra të mësosh edhe ato që kur nuk je në studime, nuk ta mërmendja që duhesh me i ditë. Qish po të duken? Puna aktrimit është, fakulteti aktrimit është shumë interesant. Ka shumë eksperienca në vete, ka shumë emocione në vete, ona praktike e fakultetit aktrimit mëson ashta ma shumë se një fakultet komplet me kry. Nuk e di, është ajo ondra që nashta unë e shkoj për dit në fakultet me qef. Edhin është një sen që nuk ma e ka imponu dikush, po thjesht e kom bo si fakultetin e dytë që unë e kom pas qef. Okej. Në anën tjetër në këtë rolin që ti e angazhume, ani pse në studime, paralelisht ke arrit me ushtru këto, në fakt që e bën shumë atë mirë periudhën e studimeve. Qysh erdhi takimi me njerëzit, i njihje më përpara? Me thonë drejtën, unë kam qenë fakultet edhe në fakultet e kam pas profesor Arban Zogaj. Edhe ai ka pas, u konë faktikisht u i këqt në atë serial, edhe qështu të bisedu në orë edhe tha, okej, pësë po vjeni me provu. Ishmi edhe një kolege tjetër e fakultetit, edhe faktikisht në shkum veç me provu si gjandje qysh është me u mishnu me një, do me thonë, me një pjesë... Me një set të aman që ndodhë në gjërime edhe... që është krejt profesioniste mandej, ndoshta prej anës studimeve ti shkon duke i mësu edhe me një herë e anën se qysh ndodhë. Apo të ndihesh ti ma rahat në seriale apo në shfaqje? Me thonë drejtën, unë nuk kam qef me mejtë në teatr. Pse? Nuk e di, kam qef veç me provu si ndjejnë ato drasat e teatrit, ama thjesht jo me mejtë në teatr. Nuk e di, nashta pjesa jam e që unë e kam qef është filmi, seriali, pjesa e televizionit. Nuk e di, menoj që ka shumë sanet kufizume për deri sa një aktor me vetë në teatr. E mendoj, është menimi jam edhe nuk besoj që këtë aktor kanë me pas e i vim teatrit aktor. Sigurisht. Ama thjeshtu ma shumë jam e kësh ka ana e televizion. Në fakt, zakonisht aktorët, ata që kur i pyet në mes këtyre që i bëjnë edhe televizionin edhe seriale televizive pra filmat apo teatrin, kritojnë që teatrin e kanë dashni në vete. Po, është normale që ta kesh, është krejt personale. Irza, atë kthehem pak me folë për gjenezën tënde, për bazën tënde, për rënjët e tua, për atë Irzën që si është rritur si fëmijë, di që je nga një fshati Gjilanit, mos jem gabim, apo? Fshati Kamenicës. I Kamenicës, okej, Anamurova, andej. Pra, ti e rritur aty, apo keni lëvizur shumë e njërët në zona tjera? Faktikisht e kam kry shkollën fillore aty, pastaj kemi lëvizur në Gjilan. Okej. Unë jam fëmija i parë, prej, ne jemi 3 fëmijë komplet, jam fëmija i parë edhe fëmija ma i lasdrum. Kena pas
shumë të kalume me thonë drejtën, edhe si çdo familje që ka qef fëmija vetë mu shkollu, me mbri pak ma lartë, aty ku ina ko, na nuk i kena pas fort kushtet, edhe shkolla ka qenë e kofizume me thonë drejtën, edhe kemi leviz prej aty, kemi ardhën në Gjilan, aty ku kam fillu edhe shkollën e mesme, mjekësin. Kjo mjekësia u konë ëndër e babit me thonë drejtën, edhe ke pa gjithmonë i prind kur nuk mundet vetë me realizu ato ëndër, ko qëtë me kyçt e fëmija. Pani të pëlqeu ty për sa i pëlqej ke babit, më pëlqej edhe mu me thonë drejtën, edhe pse shumica e prindve të na, ose familjes se na gjithmonë thonë aktrimi jo nuk ka pare, jo pse në aktrem, jo duhet me pa një tarë në pak ma ndryshe. Nuk e di, nashta jam kon fëmija i vetëm familje që e kum po botën pak ma me shumë gjyra, ose edhe nuk mujas me ta stegu. Edhe thash, okej, mjekësin, edhe kryta shkollën e mesme mjekësis. Kur erë puna dhe fakulteti, më tha babi, tha duhet me shku fakultet infermieris, ose mjekësis, ose edhe më në bitu atin u stepa, se thash, okej, nashta shkollën e mesme e kry, po të pak të fakultetin. Nuk e vazhdon më dëshiren. Fiks. Edhe po që nuk kam qef, kom pauzu një vjetë e gjysë, se thjesht nuk dësha me marra dek, edhe jam regjistru në fakultetin e arteve. Fatkeqësisht në shtetit nuk kam provu edhe i vjetë tjetër, edhe ka qenë rejthi në gosh, ka qenë shumë studenta, edhe apet nuk është që e kom lonu në. Ke insistu, me që Po, pa tjetër. Në familjen, po, më falë. Edhe jam regjistru fakultet, jam regjistru në UBT, ta shumë përfundim studimeve, edhe jam shumë e knoqe me atë punë që e kom rrit deri që tash me thonë drejtë. Kur po e përmend babin edhe plotësimin e dëshirës së tij, kjo duket krejt e vogël ose si kthim burgji moral në krahasim me atë që bëjmë prindrit për fëmijët. Di që nuk jeni rrit në kushtet më të mira, në fakt keni qenë një familje që jeni rrit veç me një pagë të vogël të babit. Si ja keni dalë, qka kujtëm prej kësaj pjesë? Me thonë drejtën, babi jam është shumë i tip i kuptushëm, i qetë, tolerant. Nuk e di nashta, jo që është babi jam, po më duket që në familje shqiptare ka haloa si baba komunista që atë thjesht i kanë do gjonat kufizume me thonë drejtën, ama babi jam më kanë kitë ndryshe. Edhe nashta që ajo në ka bo si familje me u kuptu në mes veti edhe me që ato pak pare që i kena pasën, thjesht me kuptu edhe gjendjen e babit, po edhe babi gjendjen tonë. Edhe unë jam shumë falemderus prej tina, do me thonë nuk... Si ja ka dola, ja e ke pyti ndo njëherë, ndoshta edhe me kalimin e viteve? U kanë ai personit që thjesht na i kena pa gjanat që normal të rrit gradualisht e shet që nuk ki shumë të ardhuna ose diçka, edhe gjithmonë nuk kom babi ai personit që nashta edhe na nuk e kena lyp, se e kena ditë që nuk ka, po nashta edhe kur ja kena lyp diçka rasesht, veç e kena thonë si fjallë, edhe qofse nuk ka pas, nuk ka ditë me thonë ju, edhe sot a ditë nuk di me thonë ju. Edhe nuk e di, ina rrit me qatë të frymë që thjesht ka mbizotru dashnia. Pra, duket ke thonë 200 euro, keni jetu gjithë familja? 200 euro, edhe ina konë 3 fëmi, edhe me që ato 200 euro, po nuk nga ka do prej fëmive tjerë asë njerë. Sa mirë. Edhe jam shumë falemderuse, edhe për këtë gjonat që i ka bo, deri tash jam shumë falemderuse edhe shumë e du. Ti tash më vetë je prind edhe e din që çdo kur do ta bënte për fëmijën e vet. Në fakt, gjithë sakrificat, sidomos asaj gjenerate të prindurve tonë, e kanë kështu historinë, që të sakrifikojnë për veten, që të rrisin fëmijët edhe të mos bëjnë gjumin ata pa qenë të ngopun edhe duke qenë të rritun. E mendon një të ndryshe, ose e ke mendu njerë, i ke thonë vetës çka kisha bo pa mbështetjen e ti? Pra, i ka qenë dakord që me ti përsil edhe anë tjera, a ka qenë ai dakord për shembull ose atë ka kritikun ndë njerë për vendimit tënë me ti me qenë në masë të njohur tek publiku, me tregu jetën tënë dhe po kaq publikisht? Bleron sa e përket pjesës a ka pengu si prind ose a më ka kuptu. Thjesht i kam pas do kritika në fillimet e mija që nashta ju marrë me gjanat që thjesht ka i her njët, duesh me kalu, thojnë ana një lëq për me më rritikon. Edhe thjesht nashta më ka kritiku për ato gjanat që
e ka po që asune nuk jam t'i bo me vedëshirën tem, po thjesht më duhet me kalu qatë proces edhe me mrina shtat të bazat financiare. Me thonë drejtën, unë jam një nanë vetu shyse edhe thjesht na ka rrit babi deri që aty edhe thjesht nuk kam desh që barën tem të paktën mja gjuj dikon. Mja dhonë të konë person që i kam krejtat, edhe muj me punu, muj mja dal vetë edhe muj me rrit. Një farë loj forme përshon një farë pendese prej anës tënde për projektet që të kemi po dhe që njerëzit e kam po erzën për herë të parë. Duhet me i cilësu, mas pari se nuk janë krejt, edhe pse... Për cilin projekt je shumë pishman, për shambull? Jam pishman për projektin e Valomalokut. Cilin, se ka po shumë disa... It's My Love. It's My Love, okej. Pse? Që ata unë thash ma herët e kam konsideru si i lëgjë për me dalë dikun. Thjesht më është dasht me qenë aty, shko ku u ka një par kohë e vleron që unë kam qenë viral në TikTok. Dhe me thonë me sinkronizime, me gjana, me video. Edhe thjesht u deshki një audiencë për unë me i marra asociarën, ose me fitu. Edhe thjesht qofë se nuk kënë të emisionit t'il, me thonë drejtën, se nuk pëtu as me pru deri në qatë pikë, thjesht nuk e fitoshe një audiencë që nesër mas nesër me këthy atë audiencë, me thonë, okej, kjo jam Erza, thjesht unë jam hi për qëta, ama nuk i bëj këtë zona. Edhe thjesht më është dashtë. Pra ti ke qene e vëdishme prej fillimit, pra që ty nuk po të pëlqen formati. Po, prej fillimit. Thjesht ka herë janë do gjona që duhet me i bo pa tjetër. Një forme ke bo kompromis me vetën tënde. Po. Kjo nuk do të thotë që raportet tua janë, ose ti ke jëndohesh gënyme të është bëndë një pabesi për gjatë programit ose rrjedhës programit. Jo, absolutisht. A me valonin ti e okej edhe sot, a? Po, jam okej. Jam pishmon edhe pse jam okej. Po, thjesht e kam konsideru si kompromis që besu ti, ati me vetën që okej, duhet me bo qëtan për me pas qëtan. E ato videot sot, kur i shet? Trishtona, kështë me thonë drejtën trishtona. Adin, thëmë, pse kom bo. Adin, po, edhe herë me njësë, me menu, me thonë, okej, nashta, apet i kësha bo. Adin, është shumë jeta është interesante. Nëse ti ke bo kompromis, dim që shoqëria, sidomos ajo e jona shqiptare, ju gjithmonë, ose për të mos thënë që shumë rallë herë din me qenë po kaq e mirë kuptushme me njerëzit që bëjnë kompromise tila, ose dikush nuk bën, po e bën pa vedije, ose me një qëllim tjetër. Të kanë pengu ty reagimet e njerëzve që ndoshta e kam pas këtë mendimin tënd, që ti nuk do duhej të ishe aty, ose duke bërë atë që ke po, po nuk ta kanë duar trokit. Me thonë drejtën, në fillim e kam pritë edhe vetë që kam e pasën reagime, kritika, bullizime. Adin, ku po jetojnë ana e kam pritë, gjithë që ka kam pritë. Po e kam pritë që veç qatë herë. Thjesht nuk e kam pritë që sa herë në ashta ka kalu një vjetë, 2 vjetë, edhe nesër mas nesër me të po me thonë, okej, që adin me të avnu jemër, apo kupton. Edhe thjesht qëta nuk e kam pritë prej njerëzve, e kam fjallën prej një audiencë që unë nuk i një. Po, sigurisht. Po, prej familjarve, prej shoqnis, jo, se së dëmata e din kush është Erza, e din pse u hi Erza, që ka bo, po është një pjesë, një 80% që nuk unë është mja mu shmenën, apo kupton. Se një e ketë që mund është më bo për 5 minuta, për 20 vjetë sune në rejtë. Sot me rjetet sociale që shike punta, i përdor ato, je aktive? Rjetet sociale. Po, me TikTok-un për shembull, a fiton hala prej TikTok-un? është një punë që për shembull kur deshet që ka pare, vjeri lakmon edhe mbetë. Sa ke fitu mas shumë ti, Erza? Me thonë drejtën, me full me qmem, mbrana shtyne vite. Mbrana shtyne vite presja unë e kom fillu, nashta ju ba dikon 3 vjetë të gjysë, diçka, dikon 130.000 euro, 40.000. 130.000 euro. Okej, goqa shifër, a? Po, është shumë interesant Leron, sa ato pare që shfitohen edhe shkojnë. Ate nuk janë... Kuj lemoj të ato pare? Ska vone me to? Të pak të nuroj që kesh investu diku menqëm, a? Kam pagu fakultetin, kam blej vetur për me pas, do me thonë rrugën në shpi fakultet, gjonat e djallit, banesën, kështu. Okej, po mirë, pra investimet të cilat janë të mirë mendume. Po, gjithsesi njeri u sa do që edhe me vitet kur kalojnë, a mësojmë prej gabimeve, është i shprehje që i ndihmon ata që gabojnë shpesh, me thonë hajtë se mësojmë prej këtyne, po nuk bërë me i përsërit. Në fakt, gabimet ose histori tjetës prej cilave ke mësu, nuk është veç kjo e rritjes tënde, është edhe ajo që konsideruhet një gjë që se cila prej vajzave me zi e pret edhe me zi e do,
jo çdo kush e ka fatin e mirë në fillim, mund t'i vi shumë vonë në një periudhë që nuk e pret, por ti në një moshë shumë të re vendose me u martu, pra konsiderove që a ishte momenti kur ti gjete tashnin e jetës. Ishte 17 vjet, apo? E kë nuk është kompromis. Kjo ka qenë pa vedia. Kjo ka qenë me plot zemër, besoj, ja? Me plot zemër, po pa përdorimin e vedijës. Në shkollë të mesme, në vitë parë, jam njoftu me ideal. Edhe, qështë ti, kë edhe s'ka tjetër. Po, princi. Thjesht është ajo mosha që po nuk dite me menagju, do më thonë veç shkallon. Më thonë shkallon edhe etë. Tani pasojat duesh me i pagu mbrana viteve, deri sa të rritës. Unë e kom bëhat gabim. Nuk e quj gabim se... Sa ku vendosët ju me u martu, ose se okej ti, jene mosh okej të rritur, 17 vjeqe për me taku një djallë, me njoft... Tash me vetë mu 25 vjetë, unë e kam qitë menem, po është... A ishin dakord familja? Ishin dakord familja, ishin dakord se... Nuk e di... I binde ti me dashurin të Po, sot me vetë që ke bindë, nuk e di me ta spjegu me thonë drejten, po thjesht e di atë pjesën e rjedhshme që u shku mazanena shumë keqë, shumë të merë. Ku fillun problemet? Shtatzani. Në Shtatzani? Në Shtatzani, po. Edhe, faktikisht, pak para se me u mësu Shtatzania jame, i kishin do probleme. Ato problemet e voglat që di me bo shumë të mdoja. Edhe, po, edhe familjes temë që thjesht ma mirë të bjenë me vazhdu jetën, me ekët, edhe absolutisht jeton si krejt femnat. Edhe pëse si krejt femnat unë nuk është që jetoj, nuk jetoj faktikisht sot, po është gjithmona e familja që e ka një bardh, jo që e ka tash i fmi, jo në qofë se dohet nesër, mas nesër që a bën, po nuk e ka menu. Ka nuk shkoj me suve? Gjithçka nuk ka shku. Thjesht, më kona a i fmijat që nështë të konvendos gabim, edhe thjesht u ka i person shumë që pe kompletoj, dhe me thonën, me krejt agresiv. Ti ke përjetu edhe dhunë? Po, dhunë psiqike, fizike, thjesht... Nështë ta thu, nesër, mas nesër, okej, ta duroj që ofse në rejqet nesër ose mas nesër, po thjesht një person që e bëj herë, e bën gjithmonë të runë. Edhe, për një më kanë ajo fëmija që këmë thonë, po priti, hajtë, po bëhet mirë, me thonë drejtën, veç shkaku idealit. Po e pash, erë një moment që... Pra gjithë shka vazhdoj edhe para se të jetë faza e shtatzanis, edhe gjatë shtatzanis, ku ke pësu edhe një lëndim, pra që ka qenë i rrezikshëm nëse unë jam korrekt me informacionet. Ka qenë kom, ka qenë jashtë një therje me thika, po? Ka qenë në i përplasje juja fillimisht, apo... Nuk i kisha i për në detaje. Okej, sigurisht, ta respektoj. Jo për nëjë gjohë, se jam shumë transparente, po nesër mas nesër mundet me urrit edhe djalli dhe thjesht nuk du me po anën negative. Shumë e të drejtë, shumë e të drejtë. Thjesht, thash edhe marrë për përbledhi me i fjallë, ka qenë njëri ma... U konë veç për vetë, u konë egoist, u konë njëri që nuk ka dit me vlerësu i femën, nuk ka dit me qenë bab, du me thonë babi ati fëmijët, ose thjesht nuk ka bas i moshku. Ne kuptaj, ne kuptaj. Kur ishte momenti që ti vendose edhe ti more telefonin, shkrujte numrin e babës edhe... Atin është aj momenti ma si u linë djalli, një animu i diçka, amo momenti po vike. Thjesht, atin nuk përmenoj që faktikisht, veç po vjen. Edhe, nuk e di, ka ndodhë, ndoshta një dhumë psiqike, me thonë drejtën, abuzim psiqike, edhe thjesht, ka i herë njëri mushët kupa edhe thjesht veç eksplodan. Edhe qa me bëja kom thirë në telefon. Edhe ajo tuta e më kom bleronë si më në pethirin telefon, po djallin. Adin edhe pethirin telefon, adin normal, qa më bëjmë babë, thash kom vendos me uda. Adin direkt, do me thonën e prejta, kom vendos thash me uda, thani, shumë mirë, ke vendos me uda, dajti e shpitone. Thash, okej, po vi, edhe e kom në telefonin edhe më ka thirë edhe një herë. Thash, po babë, tha, djallin, tha, jo me lona, atë ta po me marrë me veti, tha, pa djallë, as djallë. Edhe u kanë fjalla e vetme që në ashtë ma ka ndryshu jetën bleronë. Se në qofë se më kishton babi hajde edhe s'ma kish për me djallin, sot atit unë isha aty. Edhe nuk e di, për që ata për mu, për një me babi ka i vlerë të madhe, se jo neve si fmi që nga ka rrit me tonat mirat, po
edhe gabimet e fëmijës vetë, thjesht i ka pranu, edhe është munu me i kuptu, edhe thjesht nuk ma ka drejtu gishtin me thonë ti e fajtore. Që kjo është e mira për Se që kanë zgjidhje tjetër prindrit. Jo, janë do prind që thjesht ta pranojnë, po ta folin, dhe më thonë ta përplasin edhe realitetin në fytyrë. As edhe i herë, nuk e ka bo, edhe për qëta jam shumë falemderuse prej tina, dhe sot datë dit e donë ma shumë se mu. Sa është bo djallit tash? 7 vjetë. 7 vjetë. Arrit, mashallah? Po, në qasë para, apo në dytën? Dytën. Dytën, okej. Kemi një fotografi të lezetshme të juja, një dashni që nuk përshkruhet. Kur ma përmende atë momentin, ka qenë krejt i vogël, dhe në fillim ka qenë me babajnë e ti, sot është me ty djali, apo? Janë proceset të cilat ti akoma në vazhdim me sipër, por që nuk keni pasur... Nuk keni probleme, fatmirësisht kjo puna është ta e ka balancu pak situatën, jo problemet, edhe besoj që ka kuptu që djali po ka fillu po rritet, edhe problemet sa i përket qësoj qështje, nuk ishin dash me uqastaj, se djali e din, paka shumë se qysh o situata. Qysh keni arrit me ja interpretu djalit? Nuk e kena interpretu ende komplet, e ka një farë trovullimi me thonë drejten, po paka shumë me fjallë që folë mjerë pasere, adin e kena. Për shambull pjesën kur ka me shku të babi vetë, i kena tregu që kjo babi jëtë. Thjesht, unë jam sa të të keqe që më ka bo më njetë, unë nuk du që djallit tem me mësu negativisht, sepse të kemë ramë të është baba i ti, edhe thjesht nuk du në me qenë ai personit që nesër mas nesër me kanë shkaktari u rejtjes për i prind. Sigurisht. Edhe gradualisht, sa të rritët doj, kam i mësu krejt, nuk kam e ikë pa i mësu, beso. Ja, me bindën që ai rritet me shumë dashuri prej të dyja anëve, ndoshta në situatat të tilla ku ka gjithmonë mos marrëveshje, fëmijët rriten më mirë kështu, se sa të qenurit bashk në mesin e zhurmave dhe konflikteve që mund t'i kenë prindërit. Ti je akoma, a beson halon tashni? Nuk e di, Blero, nuk e di. Besoj, më kam bet një pikë besimi dikon, po thjesht në kohën e sotit me kalzu drejt pate ose s'pate fëmi, thjesht dashuria u bo pak e rollë me gjithë. E nuk besoj tash më bjanë direkt mu. Po pse, shpresa tash nuk bën me hek, absolutisht, jo, po bëja i gare, po besoj. Thjesht, unë jam një person që mduket që ja u thëmë shumë herë edhe njerëzve. Përderisa ti thu një punë, okej, hajt e bëjmë nesër, mas nesër, absolutisht jo. Përderisa nuk përballësh me një realitet hidhën, ti nuk mundesh me gjithë as dashnin, as dashnin jo veç partnerit, po as familjes, as shoqërisë, absolutisht kur gjo. Nuk të shpengu në njëherë prej partnerit vazhdimi jetës tënde dhe nga ana? Jo, unë e menoj kështu. Përderisa ti e kjo, okej, ti e kjo, ti dush me pranu vetën qëshje, për me të pranu ty dikosh qëshje. Sakt, po. Edhe thjesht nuk jam një njerit që thom, okej, unë nuk ndryshoj për atë person, jo, që ki me ndryshu për atë person, pëse mos me ndryshu? Nuk mund është për shambull, nesër pas nesër mi shfash dama ati personit, mos ndryshimi jëtë. Që kjo dashuria besoj që është një parë kompromisi, që e këtë pak ma herët, kështë që ndryshimi mes njëni tjetërit, pranimi, ose dashnia ka herë bërnë edhe pranimin. Okej, pra ti po duke që e hapun për me gjithë këtë gjuhën e përbashte, dhe nëse partneriut për shambull të kërkon ti me ushduk komplet prej rrjeteve sociale dhe prej botës publike, ti do e kishe bo? Veçëm qëfëse më thët, nuk më thët me ushduk të aktrimi, jo. Qëtu e kena një farë stopi, a rrjetet sociale absolutisht, po përderisa du me pas i familje shnosh, besoj që problemi ma i vogël janë rrjetet sociale. Okej, po fiton akoma. Po. Ajo njështë në 30.000 ja mundet me u dyfishu. Okej, s'fundmi, po këthejmë edhe njëherë, jemi në muajnë mars, prilli, e muajt në vazhdim, cilat i ke kështu projekte që po ta marrin kritë energjin edhe i ke me shumë qejf me pas promovimin? Unë fokusimi jam post aktrimi, në projekte tjera, nuk besoj se mundu që më po jena të seriali Ana, i cilën e ka po Shpëtim Desko, ta shfillon edhe sezoni 3, edhe e di që jam e kështë aty, kena një ripërsëritje shfaqjes, besoj shfaqje e mbyllër, e Ariut, është rrugë pa dalje, që bëhat qytetin e Gjilanit, kam fol edhe
faktikisht kemi folë ne. Kam ba shumë me i producent Shqipërisë, është duhe bëj serial këtu në Kosovë. është komedi, është tragikomedi, me thonë drejtë. Jam fokusu të këto, kështu që ndoshta edhe këtë pjesën që ka qenë shfaqje e teatrit mbyllën, teatri ka qenë do me thonë në shfaqje e mbyllën, kena me plasu është si lloj komedie edhe me qitën edhe si film. Metrajit shkurt, nështë, se nuk është shumë e gjatë. Kështu që për momentin jam të umirë me qëto gjana, edhe i kam do provime fakultet, që bile dhe profesori ma herët nuk kishtë me ardhash, jo prop. I kena do provime, edhe besoj që gjdo sen... Atë është kriju ky fakti prej studimeve tua edhe dëshirës për aktrimin, nështë e ke pasë edhe gjithmonë, po krijuat një farë defekti profesional me i pa ndryshe me ndej edhe shfaqjet edhe serialet edhe filmat. A din që na e kena një problem që ose e shoh një film, unë kur njetë nuk di me të kazu që ka ndohë në fund. Gjithmonë të i po ato skenat që ku ka gabu, ku ka majtë botë, detajet, se në anën praktike të aktrimet i jena shumë pjesë detajista, dhe në pjesës sa i përket që ofse gjirona në film e kom fjallin, ose në serial, se në teatri pësë është faqe e njëti, mund është me bo ndryshe, thjesht nuk ka problem. Sa i përket filmit, serialit, jena pak ma detajista dhe krejt gjdo sana shkon në detaje. Ata ka shtu kjo puna e studimeve, apo mundet njeri u me qenë edhe aktori mirë, pa i pas studimet? Mundet njeri u me qenë aktori mirë, po me u plotsu profesionalisht, do me thonën, të vynë një akademi. Thjesht, mund është me kanë një aktori mirë, po mund është me kanë një puzzle e dame. Po thjesht duhet me i gjithë venin e vetë fakultetit. Filmat e animuar, mos më thuj që nuk ishe, se me siguri me djalin i njihni këto personazhet, karakteret e serialeve apo filmave për fëmijë. I shojmë edhe nuk i shojmë, me thonë drejtën, se jam një mami, se është i raport që në televizor, jam një mami që nuk kam qef fort. Thjesht nuk kam qef, edhe unë qa bëj, ose qa kam bëj vogël, nuk kam qef djali jam e bëj. është një farë instikti që vëta jetë ke vetë vetja, edhe pëse që pëse nashta pa fmi thu, okej, e la fmi në tema më jo. Thjesht është ma shumë i fokusum në shkollë. Pra ti nuk po bësh si babi që ka qenë shumë liberal me juve, ti po bësh pak ma strikte. Pak ma strikte, unë e kam vesh një fmi, edhe dyqysh, ndoshta mi pas 2-3 i kësha lëqu njoni pak ma nxerë, ama jo, është nashta fokusi, nashta jo tuta, stresi që ki vesh të një fmi, ta jep këtë farë gjendje me këtyu, ama jo, edhe njëm shumë njëri. A të ka vu akoma në ciklet djali me pyetje se dua një vla, një motër? Jo, fiks, me thonë drejtëm, para një 3 muaj më ka vu i pyetje fort në ciklet, tha, mam thash po, a kitë dashur te? Edhe, faktikisht nuk u niva keq, me thonë drejtë, po u niva i personi që, okej, që shkam i thonë, tash unë. Edhe me njerë u ktheva, tash pëse qysh, ta du të me pas ta ti boyfriend, se ki bo 25 vjetë, ta s'ko lidhi, pëse jo mune. Adin është ai personi që është rritë blero me të mdhaj, edhe na nuk kena fëmi tjerë. Edhe thjesht, fëmija qysh rritët, edhe ka atë farë mentalitetin, menumit, gjithë sanë. A i prej tash është shoku ju t'in gusht? Fiks. Jam rrit me ta, edhe së njëm po e rejnë anë edhe jam rrit me ta. Kështu që i na rrit me një tjetrin. Edhe e kuptoj. Thjesht mënuna gjdo pytje, sa do që është nashta për mu prejkë se pjanës tina, mënuna me këthyn fani, edhe mënuna mja kalzu pak ma fani, edhe thjesht e kupton që edhe jam të deshme të nëtu me këti situatën. Uroj që ta ketë jetën e gjatë edhe ti të jesh e lumtur aty ku do që ti ndihesh më rehat, nga ana profesional nuk po diskutohet, por edhe nga kjo privatja. Faleminderit që erdhe dhe i falem disa prej etapave edhe të vështira, po edhe të bukura të jetës tënde. Faleminderit edhe prej ju vëron. Miq, po dalim tek një material që na sjell Antea, flet pikrisht për forcën e grave që dikur në fakt kishin kaluar një jetë të trisht, por sot ato e kthejnë në forcë dhe krijojnë gjëra shumë të bukura me